Gjithashtu, lejohet shitja me këste. Pa problem, në sajet asaj që u përmend se lejohet shitja verësi. Përdesa lejohet shitja verësi, që mas një vjetë më po pagesën. Atëherë lejohet shitja me këste, më leju shitja me këste është edhe ma e lehtë. Sepse ma lehtë është me ja bo pagesën çdo muaj, ka 100 euro të zonë, sesa në fund vitit 1000 euro. E kështu që të gjithë dietarët, pothuajse, e lejojnë shitblerjen me këste, ose pjesa dërmuese dietarëve, me thonë më mirë, e lejojnë shitblerjen me këste. Është një lloj veresie, mirë po veresi që pagesa është e shpërndarme nëpër këste edhe nëpër rata nuk është komplet në një kohë të caktuar. Nëse ja jep dy opsionet, shitsi për me shit mallin, nëse e don me parë në dorë ke çmim, nëse don me këste ose nëse don veresi e ke çmim, nuk ka problem, mirë po këtu i kemi dy forma të aktit. Forma e parë, nëse akti merr formën përfundimtare në njërin nga opsionet, siç e përmendëm më herët. Ose e vendosim me këste, ose veresi, ose e vendosim me parë në dorë. Atëherë nuk prish punë. Mirë, nëse e lëm të hapun, këtu s'lejohet. Nëse e lëm të hapun, për shembull, ke 10.000 euro, në prush parët për një ditë dy. Nëse mi vanon, ose nëse mi jep me këste 12.000 euro. Këtu nuk lejohet me lënë të hapur kështu. Lejohet me lënë të hapur në një rast, nëse çmimi nuk ndryshon. Për shembull, po tash s'ke 10.000 euro. Nuk mund të pru parët për një javë 2.000, mos mush, atëherë kur ti jep Zoti s'prish punë këtu. Nuk prish punë për arsye se nuk ka dallim të çmimit, domethënë me cilën dush çmim që e pagun ose me cilën kohë që e pagun, është i njëjti çmim dhe nuk ka problem këtu. Përkundrazi, ky shitsi në këtë rast po e bën një bamirësi ndaj blerësit, sepse po e jep mundësinë dhe po e jep komunitetin që me bë pagesën edhe më vonë. Gjithashtu e kemi këtu edhe një çështje, te shitblerja me këste. Nëse në shitblerje, domethënë kur të bëhet kontrata e shitjes, edhe po shet diçka me këste. Pronari i mallit në këtë rast i thot këtij personi, 10 këste i ke, më la në fillim të muajit, datën 1 ose datën 2 çdo muaj më pru kësten. Në momentin kur vonohesh edhe e vonon këstin, atëherë prej atij momenti obligohesh më bë pagesën më herë. A lejohet kë? Lejohet kë kusht. Lejohet kë kusht, për arsye është prej kushteve që nuk prek ndonjë interes, nuk e dëmton as domthon blerësin edhe shitsin, von thjesht po e qet një kusht që ja ka leju sheriati me qit kushte, ka edhe kushte tjera që mundën më vendos në aktin e shitblerjes, e që do të trajtojmë si temën e vete, kushtet të cilat i vendosin në shitblerje, qoftë shitsi, qoftë blerësi, qoftë të dët, qoftë edhe pala e tretë, çka ka prej tyre që lejohet, çka ka prej tyre që nuk lejohet, e ajo që lejohet është që i thot blerësit me këste, në momentin kur më vanon pagesën e këstit, atëherë prej atij momenti më ke bërë me bë pagesën më herë. Pra mund këstin e tretë bonohet, 7 këstet që të kanë met, i sjell gjitha për një herë, se kështu e kemi pas marrëveshjen, edhe këtu kanë argumentuar dietarët, shumica dietarë që lejojnë, me argumente të përgjithshme duke përmend hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, el muslimun ala shurutihim, muslimanët duhet të përmbajnë kushteve, gjithashtu edhe Omeri radhiyallahu thoshte se kryqëzimi i të drejtave të njerëzve është te kushtet. Domthonë çysh kryqëzohen sipas kushteve. Çysh i kanë vendosur kushtet, ashtu edhe kryqëzohen të drejtat e tyre.